Kapitulli, e vërteta ndalohet. Kërkoje të vërtetën atje ku ndalohet të pyesësh, se aty e kanë fshehur. Në një botë ku liria e fjalës shitet si e garantuar. Mësojmë shumë shpejt se ajo ekziston vetëm deri në pikën kur fillon e vërteta. Ajo e vërtet që djeg, që trazon, që shkon themelet e strukturave të ngritura. Mbi gënjeshtra të buta e të pranueshme. Nuk është rastësi që ato pyetje që na bëjnë të ndalemi. Të mendojmë thellë, apo të ngrem vetullat. Shpesh janë edhe ato që ndalohet t'i bëjmë. Nëse diçka nuk lejohet të pyetet, atëherë ajo fshen një realitet që dikush nuk do të zbulohet. Ndoshta është një e kaluar që i trem të pushtetshmit. Ndoshta është një mashtrim kolektiv që duhet të vazhdojë. Për të ruajtur një sistem të ngritur mbi heshtjen. Apo ndoshta është një e vërtetë që do t'i jepte fund një iluzioni të nevojshëm për kontroll. Të vërtetat më të mëdha nuk shpallen me zë të lartë. Ato rrinë të fshehura në qoshe të errëta, mes faqesh të grisura, në buzë të gjuhëve që kanë frikë të flasin. Dhe në këtë heshtje kolektive, lind frika më e madhe. Të kërkosh, të dyshosh, të pyesësh. Por në këtë kohë, të mendosh vetë është akt rebelimi. Të pyesësh është akt guximi. Të mos pranosh verbërisht është shenjë zgjuarësie. Kërkoje të vërtetën atje ku ndalohet të pyesësh, se aty e kanë fshehur. Mbyllje kapitulli. Sepse nuk ka kërcënim më të madh për një sistem të ngritur mbi gënjeshtra, se një mendje që guxon të pyes. Pse? Në atë pse fillon rrëzimi i gjithçkaje që ata duan të mbajnë të shenjtë. Jo për të vërtetën, por për pushtetin.